Duke marrë pjesë në sesionin e 43 të Asamblesë së Përgjithshme të UNESCO-s në Samarkand, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vazhdoi vizitën e tij në Uzbekistan. Sesioni po mbahet në qendrën e kongreseve Rruga Mendafshit dhe është hera e parë me shumë se 40 vjet që sesioni mbahet jashtë Parisit. Serbia është krenare që është antare aktive e familjes prestigjioze të UNESCO-s që nga fillimi, si dhe për trashëgiminë e saj kulturore, historike dhe natyrore, e cila njihet gjithsesi dhe përfshihet në listën trashëgimore botërore të UNESCO-s, tha presidenti Vučić, duke theksuar detyrimin për të ruajtur, mbrojtur dhe kultivuar trashëgimin tonë kulturore për brezat e ardhshëm. Koleksioni me vepra me rëndësi kombëtare u prezantua në stendin e zyrës për Kosovë dhe me të hinë e panajirin e librit në Beograd. Shkrimtari Živojin Rakočević tha për Kosova Online se koleksioni mbi përndjekjen e Marsit është një dëshmi gjithëpërfshirëse, si dhe parasyve të 50.000 të huajve dhe paqëruesve vuajti një qytetërim dhe se ky është një nga krimet më të mëdha në kohë paqe pas luftës së dytë botërore. Rakočević pohon se shkencëtarët nga një distancë prej 20 vitesh bën thirrje për ripërtrinjen me veprat e tyre dhe dërguan një mesazh se nuk ka harresë. Draft raporti mbi progresin e Kosovës, i cili duhet të paraqitet Komisionit Evropian me 4 nëntor, shumica kapitoje flasin për progres të kufizuar dhe në disa raste thuhet se nuk ka pasur progres. Në sesionin mbi përmbushjen e detyrimeve, përsëritet thirrja drejtuar Kosovës për të filluar formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia detyrohet të njeh dokumentet dhe simbolet e Kosovës. Kërkohet që Kosova të fillojë procedurën duke shqyrtuar draftin e Evropian të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, shkruan koha ditore. Duke folur për marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi se mesnjohja e Kosovës nga Serbia është një problem themelor i rajonit. Rama tha në forumin e paqes në Paris se Ballkani duhet të zgjidhë midis ndarjes dhe bashkëpunimit. Kosova është një problem, për ne është një shtet, por për Serbinë apo vendet e tjera nuk është, tha Rama, me mesazhin se Shqipëria, pavarësisht nëse të tjerët dëgjojnë apo jo, do të vazhdojë të punojë për stabilitetin rajonal. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u dërgoi një ftesë krerëve të partive parlamentare për një takim, raporton Index Online, duke deklaruar se takimi do të mbahet nesër në orën 12. Kreri i Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Nismës kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, megjithse nuk do të kërkojnë mandat për të formuar qeverinë. Adnan Rustemi, antari i Lëvizjes Vetëvendosje, tha se formimi i qeverisë Kurti 3 është vetëm çështje kohe dhe se ajo do të formohet pas zgjedhjeve të reja parlamentare ose pa to. Deputeti i LDK-s Besjan Mustafa përjashtoi mundësinë e bashkëpunimit me Lëvizjen Vetëvendosje dhe kur u pyet nëse LDK-ja do të votonte Glau Konjumftën si kryeministër, Mustafa tha se nuk beson që Kurti ka pjekuri politike për të propozuar diçka tjetër përveç vetvetes. Aleksandar Shluka nga organizata jo qeveritare Nisma Re Sociale vlerëson se administrata re lokale në veri do të përpiqet të anulojë vendimet e autoriteteve të mëparshme që ishin problematike, por që nga ana tjetër Prishtina do të përpiqet në çdo mënyrë që të pengojë ata të bëjnë këtë. Analisti politik Nexhmedin Spahiu thotë se vendimet që janë në jurisdiksionin e komunës mund të anulohen nëse janë marrë në kundërshtim me ligjin. Spahiu beson se rastet e tilla duhet të vendosen nga gjykata dhe gjyqësori që do të luajë një rol kyç këtu. Docenti i Fakultetit të Drejtësisë në Mitrovicën e Veriut, Dushko Çelić, beson se kthimi i serbëve në vetëqeverisjet lokale në veri është një lajm i mirë, por së dëmi i shkaktuar nga shumica jo legjitime shqiptare dhe kryetarët shqiptar të komunave është i pakthyeshëm, kështu që është jo reale të pritet që ai të korrigjohet. Personat e panjohur kanë vjedhur 2 kombana nga Kisha Katolike Romake në Ferizaj, njoftoi policia e Kosovës dhe deklaroi se vjedhja është kryer nga 3 persona. Vjedhja është raportuar nga një banor i Ferizajt, njoftoi policia e Kosovës.
Një burr nga Ferizaj raportoi se 2 kombanat e kishës katolike janë vjedhur nga persona ende të panjohur. Nga kamerat e sigurisë ata panë se një automjet civil hyri në oborrin e kishës, ku ndodheshin 3 persona që vodhen kambanat, thuhet në njoftim. Moti nesër do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, vetëm në veri dhe jug do të jetë mesatarisht i vranet me një mëngjes plotësisht me vranësira era adopt juglindore. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 4 deri në 12, kurse ajo më larta e ditës nga 18 deri në 24 gradë Celsius.